Pas dyshimeve të ngritura, ekzaminerit apo pyetësit Mihill Bibaj i bëhet një telefonat, gjersa mbahej testimi. Sipas drejtorit të departamentit për patent shofer, telefonata u bën nga ai me qëllim të informimit për dyshimet e ngritura. Në pamje që ka siguruar betimi për drejtësi, ekzamineri Bibaj sapo mbyll telefonatën, shihet teksa del nga salla e testimit dhe vazhdon për tek zyrat përballë sallës ku po mbahej testimi. Pas kthimit të tij në hapësirën e korridoreve, prapa ekzaminerit, shihet po ashtu koordinatori i njësisë në Gjakov, Kamber Shabani. Në momentin e hyrjes së ekzaminerit Mihill Bibaj tek salla, e që në pamje shihet edhe krahu i një personi tjetër, dy kandidatëve për të cilët kishte dyshime se kishin pajisje të kopimit, për një herët i kumtohet diçka dhe të njëjtit largohen nga salla e testimit. Gjatë daljes nga salla, njëri nga kandidatët harron letërnjoftimin e tij në sallë, ku pas disa minutave këtë dokument e merr ekzamineri Mihill Bibaj, e që për të ka verzione të ndryshme se ku është lënë. Sidoqoftë, duke dalë nga qendra e testimit, para dy të dyshuarve është koordinatori Kamber Shabani. Ai siç shihet në pamje, duke u kthyer në zyrë, flet në telefon, e që siç tha Fejzullah Mustafa, drejtori i departamentit për patent shofer, telefonatën e bëri ai për t'i thënë që personat që po largohen nga testimi duhet të ndalohen dhe të ftohen organet e rendit. Teksa Kamberi flet në telefon, dy të dyshuarit kthehen për të marrë gjërat e tyre personale dhe largohen përfundimisht nga njësia, pa u ndaluar. Unë kam diskutuar vetëm se me atë përgjegjësin kryesor që është. Me përgjegjësin kryesor në procesin e testimit është ekzamineri ose pyetësi pjesës teorike. Atë kam informu, po me qenë se, që them të drejtën, ai ka qenë duket dita e parë ose dita e dytë në proces testimit, ka qenë shumë fillestar dhe sadopak edhe ai është hutu në procesin e gjithë kësaj. Kam kërku edhe nga pyetësi, edhe nga koordinatori i njësisë që të ndalohen, që ftohet policia, me qenë se ata nuk kanë marrë veprimet të cilat është dashur ndërmarrin veprimet edhe jenë shmang, domethënë kandidatët veç kanë ikë nga njësia për patent shofer. Dy kanë ikë kurse një ka përfunduar procesin e testimit sepse nuk e kemi vrejt. E kemi vrejt dikur më vonë.